tashmë, zoti Balliu e kam këtu në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kem këtu në studio. Kënaqësia është e imja dhe ju falenderoj shumë për ftesën dhe mundësinë për të qenë këtu me ju sot. Faleminderit shumë edhe ju që ndat kohë sigurisht për të ardhur. Dua që të flasim sot për gjithë rrugtimin tuaj. Pra, nuk dua që publiku t'ju sheh në ato siç janë mësuar më herët, në ato debatet i ashpër në qendrime atë që përmendën edhe më herët, por që dua të shohim pak edhe rrugtimin tuaj, sigurisht jetën tuaj, jetën e politik, jetën mbas edhe jetën familjare pak. E di që ju jeni shumë privat në këtë pjesë, e di që nuk flisni shumë, por që disa detaje mbase do të na tregoni për të njohur njerëzit edhe përtej politikës, pra përtej foltores, le të themi. Dua ta nisim me fëmirin tuaj. Si keni qenë ju si fëmijë? Keni qenë i qetë, keni qenë trazovaç, le të themi? Kam qenë i lëvizshëm kam qenë si fëmijë. Shpesh ngatrohesha në për ato që quhen gabime që bën gjithë. Por përgjithsisht një fëmijëri e zakonshme, normale. Ajo çfarë mund të them që ishte ndryshe është se qenurit në një familje politike në atë kohë ishte 97-ta dhe ishin këto problematikat. Jo se i kuptoja të gjitha, po e dija që kishim bënim një punë e cila familja ishte në një punë apo në një situatë e cila shpesh herë nuk ishte pozitive apo ishte rrezikshme sepse ne kishim roje në rreth viteve 97-98, pra unë kam qenë diku te 8 vjeç, dhe arrija të kuptoja që ka disa probleme, ka disa çështje. Dhe më vonë më shpjeguar nga prindrit se çfarë apo kërcënimet që vinin si rrjedhoje punës të babait në atë kohë ishte shumë aktiv në përditshmërinë politike të Partisë Demokratike dhe por si thua kërcënimi në atë kohë ishte jo vetëm i fëmijëve të politikës, por të fëmijëve në përgjithësi sepse ishte situatë lufte. Dhe ajo çfarë mund të ishte ndryshe është që unë e kuptoja që arsyeja pse kjo po ndodhte ishte sepse ne kishim mendime të ndryshme nga disa të tjerë. Dhe kjo është dhe një lloj bazamenti edhe i politikës time të përditshme edhe sot, që në çdo rast kur ke një mendim ndryshe, në varësi se ndaj kujt e ke atë mendim, shpesh herë të sulmohesh, bësh, dhe për mua kjo është si thua normalitet në këtë aspekt. Po përgjithsisht fëmijëria ka qenë e lumtur, si çdo fëmijë tjetër. Në shkollë herë isha mirë, herë isha keq, por gjithmonë ka qenë një sistemi i familjes për të ecur përpara, për të fokusuar tek fusha akademike, por ç'është e vërteta, duke qenë dhe djali i një personazhi publik, ndonjëherë më shkeleshe syri për ndonjë gabim timin. Prandaj shumë shpejt më pas ka qenë dhe një nga arsyet që pse u largova pastaj dhe kam shkuar të studioj në Angli, ku nuk ishte shumë rëndësi se djali kujt ishte. Se kush ishit, po. Do të flasim sigurisht edhe për këto pjesët, por duat më tregoni ndonjë kujtim që gjithmonë e mbani mend nga fëmijëria, kujtimi më i fortë që keni nga fëmijëria, lën këtë pjesë sigurisht që ka qenë e vështirë, ku ka pas trazira. Shikoj, një kujtim që kam për shembull është edhe në Shkup, se babai ka qenë zëvendës ambasador këtu. Nuk mbaj mend shumë, se kam qenë i vogël, ka qenë vitet 94, 95, por mbaj mend kopshtin apo shkollën, se ishte edhe motra, e cila ishte 4 vjet më e madhe se unë, Iliria. Dhe mbaj mend që kam pasur një shok aty, për cilin kur ne jemi larguar më pas, kam qenë shumë i mërzitur dhe një farë kohë kemi mbajtur kontakte nëpërmjet familjeve, por shumë pak mbaj mend nga ajo. Shkollën dhe kopshtin e mbaj mend dhe kam një lloj nostalgjie. Dhe tani kur kthehem mundohem që të shikoj mos godinat apo diçka, mos më ngjall diçka, një kujtim. Po vështirë, se shumë i vogël. Megjithatë vini, apo sigurisht ju keni edhe angazhimet tuaja, por që vini në Shkup. Kam qenë dhe më parë, kam qenë në Tetov, nuk kam qenë në Shkup. Kam miq të mi në Tetov dhe të cilët i kemi pasur në shkollë në Shqipëri. Prandaj e pasur mundësinë vinë. Kam ardhur këtu dhe me familjen edhe për takime pune patjetër, por kam qenë në Tetov. Në Shkup kisha kohë që nuk kam ardhur. Dhe erdhët pikërisht, kështu që unë ju falenderoj se erdhët pikërisht edhe për sigurisht me angazhime të tjera, por që pranuat që të vini edhe për emisionin Prizma. Duke qenë se sigurisht jeni rritur në një frymë ku politika ka qenë pra prezente në familjen tuaj, keni pas, nuk e di, mbani mend, keni pas në një ëndër tjetër përveç pjesës politike, apo keni qenë i destinuar për të vazhduar në politikë? Jo, kam dashur gjithmonë të merrem me politikë.
politikë. Çfarë ka tërhequr në atë kohë si fëmijë? Po se gjithë puna jonë dhe diskutimi ka qenë politikë në familje. Ishte dhe me politikën unë lidhja pasaj çështjen kombëtare, interesin kombëtar, sigurinë e jetës, për shkak se shikoja gjatë gjithë kohës në shtëpi që diskutimi thelbësor kur bëshe fjalë për politikë ishte mbrojtja e identitetit kombëtar, ishte fakti që duhej shëmbur apo duhej goditur krimi organizuar apo ato të cilët ishin se thosh pasardhësit e Partisë Punës së Shqipërisë, pa Partisë Komuniste në Shqipëri, dhe lidhej me një gjë shumë shpirtërore, lidhej me mbijetesën e shtetit apo të së drejtës, një betejë ndaj të keqes. Dhe për shkak se familja ime kishte jo se kjo është vetëm formë që mund ta bësh atë betejë, por familja ime kishte zgjedhur ta bënte këtë betejë nëpërmjet politikës, në atë çfarë unë kuptoja në atë moshë ishte që forma dhe mënyra për të bërë diçka ndryshe apo për të bërë një ndryshim për vendin tatë, për të ndihmuar vendin tonë, ishte pikërisht nëpërmjet politikës. Dhe kjo ka qenë arsyeja thelbësore pse kam dashur gjithmonë të jem në politikë. Mbaj mend kur miqtë e mi për shkak kërkonin, shokët e mi kërkonin fotografi me futbollista apo me të tjerë, unë i kërkoja fotografitë me eksponent Partisë Demokratike, me kandidat për kryetar bashkie apo deputet. Shpesh në shtëpinë time hynin gjatë gjithë kohës personazhe të politikës, niveleve të larta, siç ka qenë Nazem Hajdari, dhe në këtë aspekt e gjithë bota ime ishte rrethuar aty. Babai patjetër ishte edhe shkrimtar dhe shkruante si çdo fëmijë dhe imitoje. Madje më kujtohet që votimi i parë që mund të kem bërë unë ka qenë te gazeta Bota Sot. Në atë kohë ishte viti 98-99, besoj. Dhe ka qenë një poezi e shkurtër për Kosovën, kuptohet, një poezi fëmije, 9 vjeç. Dhe domethënë e gjithë bota ime ishte e rrethuar aty dhe nuk kam menduar kur që të bëja ndonjë gjë tjetër përveç politikës. Madje më kujtohet qartësisht që kur kam qenë 15 vjeç, ja kam kërkuar babait që të më ndihmonte të futem në politikë. Dhe nëse tash e shihni sigurisht, mendoni që keni bërë zgjedhjen e duhur, apo duke qenë se jeni ende aktiv dhe shumë aktiv në fakt në politikë? Mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Shpeshherë dëgohet ajo shpreha nuk merret me politikë. Po nuk u morë ti, merret politika me ty. Do s'do. Mirë apo keq, çdo gjë është politik. Nga librat që shkojnë në shkollë, ka një arsye politike pse janë shkruar në atë formë. Nga himni që kemi, himni kombëtar, çdo gjë është e lidhur me politikën. Historia është politik, gjithçka është politik. Dhe duhet merremi me politikën sepse ajo ndonjëherë është shumë e ashpër, është shumë dinake dhe nëse nuk merremi me të, ajo mund dalë jashtë kontrollit, siç është ka dalë në shumë raste. Shumë e vërtet. Duke qenë se përmendet se keni shkruar poezi më herët, vazhdoni të shkruani edhe sot poezi apo vetëm merreni vetëm me çështjet politike? Poezi jo, unë kam bërë një botim kur isha të moshën 13 vjeç, me proza, me poezi, me vjersha, dhe kam botuar një libër të vogël, Dita e Verës, quhet. Kurse një botim tjetër që kam bërë ka qenë në lidhje me një protestën e Unazës, libri quhet Misioni i Unazës, ishte një protestë që zgjati 420 ditë për çdo ditë, në një protestë në cilën janë bërë me mira arrestime, edhe unë vetë jam arrestuar 2-3 herë. Ishte një protestë e gjatë që bënte fjalë, ishte një protestë kundër një afere korruptive që po shëmte shtëpiat e qytetarëve. Fatkeqësisht nuk arritëm me sukses në të gjitha drejtimet të asaj proteste, arritëm një lloj suksesi, por shumë shtëpia u shëmbën, por atyre shtëpiave ne si Parti Demokratike dhe si opozitë i kemi dhënë një premtim dhe kemi një kontratë që çdo shëmbje apo pa drejt do të kthehet dhe do t'i kthehen parat qytetarëve të cilët janë shembur shtëpitë nga qeveria aktuale. Aty kam shkruar këtë libër që quhet Misioni i Unazës, që i referoj kësaj. Kurse sot më së shumti bëj statuse apo një artikull, por gjithmonë politik. Pra, sërish jeni të fokusuar sigurisht tek ajo pjesa, sepse s'keni se si ikni asaj pjesës. Jeni rritur sigurisht nga një baba i cili ishte shkrimtar, publicist, shumë i njohur, shumë i zëshëm. Për të gjithë ato të cilët ju njohin, çfarë thonë se ju keni marrë nga babai juaj, nga ana e karakterit? Faktin që jam i drejt për drejt. Ndonjëherë më i drejt për drejt se ç'duhet apo më i sinqert se ç'duhet.
pa filtra, po pavarësisht kësaj unë mendoj që është një gjë pozitive, dhe se shpesh në politikë nuk shikohet si pozitive, sinqeriteti apo t'jesh i drejt për drejt, por ka disa çështje që mund t'i ngjaj babait, por më së shumti u ngjaj nga mamim, si në disa aspekte. Motra ngjan më shumë me babain. Çfarë keni marrë edhe nga nëna, me që e përmendet që ngjani më shumë? Çfarë, nëse mund ta përshkruaj pak a shumë për të gjithë ata që mbase nuk e njohin nënën tuaj? Po, për shembull këtë pjesën emocionale dhe të ndjeshmërisë e kam më së shumti nga nëna. Se shpesh ata që thonë që është shumë emocional apo shumë agresiv, ajo vjen si rrjedhore e ndjeshmërisë që ke ndaj kauzës dhe ndaj çështjes apo ndaj padrejtësisë që i bëhet qytetarëve. Dhe patjetër kur bëhet një padrejtësi, nuk mund të reagosh me shumë butësi kur e shikon që ajo përsëritet e përsëritet. Sigurisht. Keni studiuar në Londër apo? Nëse s'gaboj Po, kam qenë në Cambridge fillimisht, më pas në Shepperton dhe më pas në Londër. Kam ndenjur për rreth 9 vite aty. 9 vite. Çfarë ju mësoi jeta jashtë vendit për ta parë mbase ndryshe edhe vendin, edhe Shqipërinë, edhe atë ku jemi ne në krahasim me botën, le të themi? Mendoj që në shumë aspekte, ato 9 vjet janë ajo që më ndërtuan si njeri, se si ta shikoj botën, se si të komunikoj me njerëzit. Përpara se të shkoj atje kisha mendime shumë të ndryshme nga çapata kur u ktheva për çështje të përgjithshme, po flasim, apo kultura të ndryshme. Më mësoj të përshtatem në formë me problematika të ndryshme që mund të dalin gjatë jetës. Gjithashtu ndonjëherë është mirë që ke vjen si djali i dikujt, por ndonjëherë të kthehet edhe në problem sepse shumë gjëra të falen dhe nuk arrin të rritesh siç duhet. Dhe në qoftë se ka një gjë të mirë që më ka bërë shkuarja në Londër, ka qenë që ato mangësi që mund t'i kisha, si rrjedhoje, si thua, ledhatimit prindror apo të tyre, mi ka mbushur, më ka përshtatur me të gjitha format e problemeve që cilë jeta. Sigurisht. Duke qenë se ne shohim sot, edhe sot po edhe më herët në fakt, të rinj të cilët janë larguar për të studiuar jashtë vendit dhe shpesh ndodh që vendosen atje, pra nuk kthehen në Shqipëri ose në Maqedoni, në vend lindje. Çfarë ju bëri ju që të ktheheni pas 9 vitesh studime atje? S'kam pas dyshim kur që do rrija atje. Unë që është e vërteta nuk doja të shkoja. Kur kam shkuar atje, baj mund që kam shkuar me gjithë shokët e mi, miqtë e mi dhe qanim që pse po ike atje. Në atë kohë ishte edhe lufta, baj mund që një zonjë aty në aeroport, në po qanim me shokët, kujtoj që unë po ike ushtar. Dhe tha, ku po e qoni, i tha mami tim që unë, i tha në lufta, jo, i tha, po shkon në shkollë, po shka, tha, kjo që i bën kështu. Dhe do më thënë, po nuk e kam menduar kur që të ri atje. Sepse isha i qartë dhe në qëllimin tim, dhe një nga arsyet që do të thonë, kur më thonin duhet të rish atje, ishte që duhet të rish atje se do mësosh më shumë atje dhe do ta kesh më të lehtë për të futur në politikë nesër. Do dish më shumë dhe ishte se thosh për të më mbushur mendjen për të qëndruar. Pra kisha qëllimin e qartë që unë do kthehem në Shqipëri, nuk e kam menduar kurrë. E shikoj në disa raste bëhet qefi për shumë studentë shqiptarë të cilët kanë arritur dhe qëndrojnë atje, janë të suksesshëm, po ndjehet dhe keqardhje se Shqipëria sot për shembull janë larguar rreth 1.4 milion shqiptarë dhe ne po kthehemi në një azil. Dhe e vërteta është që ne kemi pasuri të jashtëzakonshme në përbot, në kuptimin e burimeve njerëzore, dhe nëse ata do të ktheheshin për Shqipërinë dhe patjetër për gjithë shqiptarët kudo që janë, mendoj që do ishte një aset i madh dhe duhet bërë gjithçka, duhet investuar pafundësisht, pa asnjë rezervë që në një formë apo një tjetër ta kthejmë trurin në vendin ton, kombin ton. Është gjënav që përfiton Gjermania për shembull për mjek dhe infermier të shkëlqyer shqiptar, ndërkohë ne skemi në Shqipëri sot infermiera për mjek. Patjetër faji nuk është i tyre, faji është i joni që nuk kemi arritur të investojmë mjaftueshëm për ta nderuar profesionin, zgjuarsinë apo sakrificën e tyre, qoftë kjo në mjekësi dhe në çdo profesion tjetër.
Shumë e vërtet, sepse çdo ditë më shumë po ik truri në këtë vend dhe ato kontribut të madh shqiptarët anë bank kudo që shkojnë korrin sukses të madh dhe japin një kontribut shumë të madh për shtetin ku janë, në ndërkohë që këtë kontribut mund ta jepshin sigurisht në vendlindje dhe mbase edhe vendet tona do të ishin mbase edhe më të zhvilluara dhe më mirë, në gjendje më të mirë. Nuk duhet të theksuar që nuk është përgjegjësia e tyre, mendoj që është përgjegjësia jona që ne nuk kemi ditur të investojmë ashtu siç duhet në ato profesione, të respektojmë ashtu siç duhet to kapacitete dhe pra nuk është përgjegjësia e tyre, është normal që nëse ti nuk ja njeh kontributin dikujt ai do të largohet. Sigurisht. Dhe sot më shumë se kurrë është e nevojshme një investim i madh në interes kombëtar për kthimin e tyre. Sigurisht dhe ato ku gjejnë hapësirën, atje do të shkojnë të zhvillohen edhe nga ana profesionale dhe personale. Kur keni hyrë në politik, në momentin që hapat e parë le të themi të politikës, ju kanë bërë më të fortë nga ana emocionale kjo politika apo jeni zhgënjur në një farë mënyrë nga ana emocionale, le të flasim, pastaj do flasim edhe për zhgënimet në politikë në përgjithësi. Mendoj që ka qenë siç e prisja, isha arritur në atë, nuk ishte ndonjë moment që isha i ndarë në politikë. Ka qenë siç e prisja në kuptimin edhe të sulmeve që marrim dhe përplasjeve dhe gjithçka tjetër, nuk më shqetëson as pak ajo. Përkundrazi, në një rast bëhem merak kur nuk sulmohem, sepse diçka gabim kam bërë që nuk po më kthehen. Në një farë mënyrë keni qenë i trajnuar për të gjitha këto sulme dhe gjërat. Shkrimet e para kundër meje janë bërë kur kam qenë 14 vjeç, kështu që nuk më se për të sulmuar babain, sulmonin mua apo diçka tjetër, pra në këtë aspekt. Dhe nuk më bën në përshtypje sulmet politike, aq më tepër kur nuk shikoj që të kenë një bazament së vërtetës. Më kanë bërë mendoj që politika më ka ndihmuar të informohem më shumë, të kuptoj më shumë nga përditshmëria dhe mbi gjitha të shikoj jashtë interesit tim personal. Sepse përplasesh gjatë gjithë ditësh me probleme të qytetarëve, të cilët sido që ti jesh, çdo njeri mendojnë do prekeshe nga problematikat e ndryshme dhe se thua politika më ka ndihmuar dhe jeta në përgjithësi, qoftë edhe miqtë e mi, po më së shumti në kohët e fundit edhe vetë profesioni më ka ndihmuar të kuptoj që ka probleme shumë të mëdha dhe që ka gjëra shumë më të rëndësishme se një interes jot i vogël momental apo personal. Edhe to mund duken si naivitete apo klishe, por real unë politikën kështu e kam parë, kështu e shikoj dhe kështu e jetoj edhe sot. Nuk kam parë kurrë në asnjë moment për çështje të mia personale dhe interesa personale, të cilat shpeshherë kanë ardhur edhe në formë ofertash, por as nuk është menduar ndonjëherë që mund të bëj çfarëdo lloj lëvizje në shkeljet e asaj çfarë profesioni apo politika në vetvete përfaqëson që është interes më i madh mbi interesin e një individi. Në momentin pasaj që ti trazohesh midis interesit tënd dhe asaj çfarë përfaqëson politika apo interesi kombëtar, interesi i përgjithshëm, aty pasaj shkojmë tek rruga e korrupsionit. Vërtet. Dhe në fakt kështu duhet jetë, ashtu siç e thatë edhe më herët, që duhet të shihin interesat më të mëdha, sepse në fund të fundit politikanët në fakt janë në shërbim të popullit dhe janë në shërbim të vetes, por që nuk ndodh fatkeqësisht nuk ndodh që këtë ide ta kenë edhe. Është e vërtetë, sepse herë politika është kthyer në biznes. Por është njëkohësisht shumë gabim të krijosh një imazh të përgjithshëm të politikanëve dhe të politikës së të tillë. Ka shumë politikanë nëpër botë dhe ka shumë politikanë shqiptarë të cilët kanë sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për interes kombëtar. Ndërta kanë sakrifikuar edhe jetën. Mund të përmend tu Azem Ajdarin, i cili për shkak se kam pasur një njohje me familjen edhe kam një njohje me familjen, shpeshherë e thoshte edhe vetë që gjithçka unë po luftoj, s'do ta shijoj dot kurrë, mu do më heqin. Pra, nuk është e vërtet që politika është në tërësi e tillë, ka patjetër politikanë të korruptuar, siç ka mjek të mirë, ka mjek të këqij, ka politikanë të mirë, ka politikanë të këqij. Është më së normale se bota, jeta, njerëzimi është i përbërë në atë formë. S'mund të jenë të gjithë të mirë dhe të jenë të gjithë të këqij. Megjithatë, për politikën është një ide që, domethënë kur i marrin politikanët dhe e kanë njerëzit në tërësi, ju shqetëson ky fakt që zakonisht gjithë politikanët i vendosin. Po, sepse e vështirëson punën. Pra nëse unë vi të takoj dikë sot
me ju, automatikisht e para njerë do më duhet që të se tush përpara se të dalë tek zgjidhja e problemeve, do më duhet të mbush mendjen që politikanët nuk janë të këqij, që ai të më dëgjoj. Se një person nuk të dëgjon nëse mendon që ti po gënjen. Pra në këtë aspekt kjo përbën problem për politikën, për politikanët cilën duan të bëjnë një punë, për politikanët cilët duan të mbrojnë interesin kombëtar, duan të mbrojnë shtetin e tyre, duan të mbrojnë idetë e tyre, se politika është përbërë në njerëz cilët kanë disa mendime, bashkohen në një grupim caktuar, një parti, për të çuar përpara një mision që ata e shikojnë si të drejtë. Dhe patjetër që ajo ka jo vetëm përbën problem, po në disa raste kthehet edhe në cënim për sigurinë, sepse ajo i jep mundësinë krijimit të disa celulave jashtë politikës, të cilat hiqen si celula në shërbim të qytetarëve, por që gjithmonë ka qelluar që pas shumë vitesh dalin që janë pasuruar në forma shumë të çuditshme. Dhe këtu mund përmend OJF apo organizata që thonë janë jo fitimprurse, por ndërkohë që drejtohen nga miliarderë. Shumë e vërtetë. Dhe pas një kohe dalin të gjitha këto sigurisht. Çfarë ju ka zhgënjyer? Ka diçka që ju ka zhgënjyer, domethënë jeni zhgënjyer nga politika? Po, politika është përbërë edhe me tradhti dhe me mërzitje. Ne kemi qenë unë jam zhgënjur nga politika edhe kur erdha, sepse ndryshe kisha studiuar në Angli për politikën dhe ndryshe ishte ajo çfarë në praktikë. Në praktikë po dhe jam zhgënjur nga fakti që ne nuk kemi gjetur si popull, si komp, nuk kemi gjetur mundësinë e dur apo formën e dur për të bashkuar për çështjet e interesit kombëtar. Jemi shumë të aftë të përçaremi mes vetes, patjetër mendimin e kundërshtarëve tanë, por ky një zhgënjim që është që nuk kemi arritur si politikan, si parti, djathtat, majta, Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovë, kudo, që të bashkohemi tek çështjet e me rëndësi madhore, që është integrimi i Bashkimit Evropian e shumë të tjera. Pra në këtë aspekt kjo është një farë zhgënjimi për mua, që kemi dështuar këtu dhe shpresoj që ta rregullojmë. Patjetër kam pasur zhgënjime brenda edhe spektrit tim politik, ne kemi pas një përçarje në Partinë Demokratike që tani më mbaroi, por ka qenë një zhgënjim, ka qenë një mërzitje, sepse ishin njerëz cilët ne kishim punuar dhe kishim besim tek ata njerëz. Fatkeqësisht jeta kështu është, por e rëndësishme është që kemi ditur ta rimbledhim opozitën, ta ribashkojmë dhe të ecim përpara tani më me një program të mirë dhe pavarësisht betejave dhe situatës së vështirë ku ndodhet vendi sot, duket që diçka po ndron, duket që diçka po lëviz për të na çuar drejt një ndryshimi tani më jetik për vendin, sepse është bërë kohë gjatë që është po e njëjta infrastrukturë politike. Sigurisht. E rëndësishme në fakt është që gjithë këto zhgënjime nuk ju kanë bërë që të dorëzoni, por që ju kanë shtyr për të vazhduar më tej, sigurisht, për të vazhduar përpara. Pa diskutim, po. Zoti Balliu, ne do të vazhdojmë sigurisht bisedën, sepse tash do të flasim pak edhe për pjesën ana familjare, pjesa juaj, le të themi, jeta juaj përtej politikës, jashtë politikës, le të themi, por megjithatë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi më njëherë. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me deputetin Kleviz Balliu, me të cilin sigurisht flasim për jetën e politikës, ju fut në politikë. Megjithatë tash do të flasim pak edhe për jetën familjare të tij. Para se t'ju pyes, sigurisht se dua t'ju pyes edhe për atë pjesën si jeni njohur me bashkëshortën, ju keni edhe një djalë i cili nëse s'gaboj është 4 vjeç, do të flasim pak për këtë, por e përmendet pak më herët edhe pjesën që kur babai juaj është sulmuar edhe nga ju. Pra ju jeni sulmuar për shkak të punës së babait tuaj. Dhe sa ju shqetëson fakti që nesër pas nesër edhe djali juaj ose familja juaj mund të sulmohet për shkak të punës që ju bëni? Nuk e vjen dyshim që do të vi një moment që do të ndodhi, por është pjesë e sakrificës dhe punës që ti bën. Se tani flasim për sakrificën patjetër, po të qenurit në politikë ka edhe të mirat e veta, ka edhe privilegjet e veta që s'mund të mohohen dhe pa diskutim çdo privilegj vjen dhe me një sakrificë. Kur kjo sakrificë përkthehet për një interes madhor dhe publik, mendoj që ja vlen. Dhe njësoj si që unë kam kuptuar, jam i sigurt që do ta kuptoj dhe djali im, dhe njësoj si që nëna ime ka kuptuar, ashtu jam i sigurt që do ta kuptoj dhe bashkëjetuesja ime, Fiorella, në këtë situatë. Përgjithsisht të gjithë politikanët, në veçanti në Shqipëri, me vetëm
për shembull për sakrifica për interes kombëtar, se unë jam rritur në kuptimin politik në Partinë Demokratike me të djathtën, me ato konceptet e së djathtës, një komb, një qendrim që deklaronte Sali Berisha në atë kohë dhe vazhdon edhe sot si një mbrojtës i madh i interesit kombëtar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe ati që është një lider prej 30 vitesh tani më, ka qenë një sakrificë, sulme ndaj familjes ti janë të pafundme, po ashtu për ndaj kolegëve të mi. Por kur ne nuk kemi hezituar që të themi po pushojmë pak dhe po strukemi pak që mos të sulmohemi. Jo, sa jo vjen bashkë me sakrificën, por ja vlen. Për interes kombëtar ja vlen. Do doni që djali juaj të drejtohet nga politika? Qef do kisha, por do ta vendosi vetaj. Do vendos vetë, sigurisht. Më thoni pak, sepse ju jetën private shumë e mbani private, pra jetën personale e mbani shumë private, por që dua pak shikuesit të njohin. Si jeni njohur ju me bashkëshorten tuaj me Fiorelen? Unë punoja tek presidenca, me të ndjerin president Nishani, një burr shteti i niveleve të larta, fatkeqësisht nuk është më mes. Dhe në atë kohë kisha një shoqe në presidencë, e cila më prezantoi me Fiorelen në një kafe, rastësisht, Sofi Kafe, më duket se ka qenë, dhe aty kemi diskutuar për çështjet e arkitekturës, në veçanti për Egjiptin. Unë jam i apasionuar për historinë e tyre, kulturën e tyre, dhe Fiorella kishte shumë njohuri se ka mbaruar atë shkollë. Dhe më shpjegonte dhe kështu filloi diskutimi, se thosh, pastaj u desh disa muaj, disa kohë, ti luteshim për një kafe derisa ja arritëm qëllimin. Po, dhe sigurisht ja arritët qëllimit. A i kishte ato idet që me një politikan nuk do doja të ngatrohem ose diçka kështu? Po, e vërteta është që Fiorella nuk s'kishte asnjë lidhje me politikën dhe nuk e njihte fare politikën. Aq sa unë edhe mërzitesha ndonjëherë në këtë aspekt që për shembull nuk ishte e qartë kush është PD-ja, kush është PS-ja, realisht nuk ishte jetuar gjatë nuk ishte jetuar në Shqipëri, kishte jetuar jashtë sapo ishte kthyer, pra ishte e pa informuar për politikën, e pa informuar se çfarë bëja unë eksaktësisht, ishte në atë pjesën e vet. Dhe përgjithsisht edhe sot nuk para përfshihet, kuptohet, është më informuar, por nuk përfshihet në pjesën time. Nuk dëshiron që të jetë pjesa e saj. Megjithatë, besoj e përballon këtë pjesë që kjo pjesa e jetës së një politikani, pra të gjitha ato që i përmendëm, kërcënimet, sulmet mediatike, sulmet në familje. Është gjithkohës në një merak konstant. Gjatë kohës që ne dilnim, që ishin fillimet, unë arrestova 2 herë për shkak të protestës. Dhe ajo ishte, si thuash, për të nuk e kupton të mirë, thjesht ishte meraku dhe më thoshte gjithkohës që mos shko më atje sa ta arrestojnë. Dhe do të thotë ka qenë në fillim ndonjëherë edhe bëhesh debat që pse jo duhet shkojmë, s'duhet shkojmë, pra në këtë aspekt. Por ka qenë shumë e mirë kuptueshme, se ne themi sakrificë, por më shumë është sakrificë për familjet tona, se sa për ne. Që është e vërteta, se shpeshherë nuk e kohë. Jo shpeshherë, por gati çdo herë nuk e kohë. Të rish me familjen, të udhtosh apo një piknik, diçka, për shkak se puna është e vazhdueshme, sidomos kur je në opozitë, ajo është konstante dhe është gjatë gjithë kohës nuk ndalon. Patjetër për ta është sakrificë, për familjen, për prindrit e mirë, sakrificë është për babain tim ishte e lehtë të duronte sulme ndaj vetes, po asnjë prind nuk e ka të lehtë të durojë sulme ndaj fëmijës. Aq më tepër nëna dhe motra ime, Nisa. Ato e vuajnë më së shumti sulmet që më bën mua, unë më shumë merak kam për ta kur jemi në për protesta. Duhet t'i kontaktoj ata të them jam mirë, mos u alarmoni. Pikërisht në fakt edhe këtë desha që ta them, ta theksoj, sepse me siguri, përveç kësaj pjesës që janë me merak gjatë gjithë kohës se çfarë po ndodh me politikën, me siguri që kur ka trazira, protesta të shumta, ato janë gjatë gjithë kohës në merak për të ditur u arrestua, u sulmua, nuk u sulmua. Patjetër. Se janë dhe këto portalet sot që bëjnë dhe lajme të rreshme. Shumë e vërtet. Çfarë babai jeni juaj? Jeni babai i rrept, jeni baba pak më i but, le themi, dëshironi që fëmia juaj ta ketë atë rrugtimin e vet, apo doni që pak a shumë derisa është fëmijë ta drejtoni aty ku duhet, ti ketë disa
disa pjesë të karakterit e tim. Me qef e kam që ta drejtoj aty ku duhet dhe t'jemi rreft, por realisht e kam shumë të vështirë. Sa nisem për t'i bërtitur, më vjen për qeshur. Nuk e ashtu dot. Kurse Fiorella është më ndryshe dhe aleat pjesë Fiorellës, dhe me këtë rast çuni Oliver mërzitet më shumë me Fiorellën dhe mua më ka si shokun që loz dhe bëjmë ato qefet tona. Po, e shohim edhe disa fotografi në fakt që teksa shëtisni dhe sigurisht. Nuk mendoj që mund të përsëritet në njëherë një ditë më e lumtur se dita që lindi ai dhe çdo ditë ajo shtohet dashuria, se je i paqartë në fillim se çfarë ka sjellë Zoti, derisa ta kuptosh atë rritet pafundësisht. Dhe në këtë aspekt e quaj veten një njeri me shumë fat. Ndjem shumë i plotësuar, bëj punën që dua dhe kam familjen mirë dhe vetëm kaq, pastaj të tjerat janë. Këto janë të rëndësishme sigurisht. Çfarë ka ndryshuar tek ju prej momentit që jeni bërë baba, edhe nga ana e rolit tuaj në shoqëri? Pra, sigurisht që në momentin që bëhesh baba, besoj që është ai momenti ku edhe më thellë e mendon për të ndryshuar diçka në shoqëri, për të bërë një ambient sa më të mirë edhe për fëmin tuaj. Çuditshme, po më shërritur njëkohësisht edhe vullneti për të luftuar më fort, po edhe frika. Se kam merakun që çfarë do bëj ai nëse ndodh diçka. Janë këto siklete, por pra është pak e çuditshme, edhe frika të rritet, po edhe vullneti që duhet bësh diçka më shumë se tani e bërë me fëmijë. Për shembull, shumë problematika të qytetit unë nuk i dija para se të bëhesha me fëmijë. Ne nuk kemi rrugë ku të ecim në Tiranë me karrocë, është problem. Për një gjë që ti nuk e dhe re, nëse nuk ke fëmijë vet. Ka ndotja për shkak. S'kam qenë ndonjëherë shumë, shpesh e bëja edhe debate se nuk i vlerësoja shumë sa duhej çështjen e ambientit më përpara. Tani që jam bërë me fëmijë, për shkak se të vinë ato raportet mjekësore dhe gjërat, dhe shikoj që ndotja në Tiranë është bërë shumë problem. Dhe jam më vokal sot ndaj asaj çështje. Se të është një shprehje e vjetër, po sa trosh do mësosh në këtë aspekt dhe me ardhin e Oliverit shumë gjëra i shikoj ndryshe dhe për shumë një gjë është që është një burim energjie i pashtershëm fakti që e kam atë për të luftuar dhe për të bërë diçka ndryshe, për të bërë diçka të mirë që të jetohet mirë. Ne nuk themi që jemi perfekt, nëse kush do të ketë probleme, por minimalisht duhet që qeveria të jetë në shërbim. Çdo qeveri ka problematikat e veta, por nuk mund ka korrupsion, por korrupsioni nuk mund të jetë qëllim në vetvete. Pra, në këtë aspekt duhet ketë një nuk ndalon dot korrupsionin, se ka ndaluar asnjë vend i botës, por nuk mund të jesh aleat i tij apo nuk mund të jesh në mision sepse shkatron shoqërinë, kriminalizon shoqërinë dhe i merr frymën qytetit, i merr frymën shoqërisë, nuk gëzon dot, nuk lumturohesh dot. Pra në këtë aspekt fëmia është një po ta shikosh dhe çfarë i duhet atij dhe të shkosh në politikë të bësh punën, mendoj që një politikan do bënte shumë punë të mira. Po ta mendoj shoqërinë siç fëmijën e vet. Pra do ta shohin se si do rritet sigurisht edhe fëmia e vet në atë ambient, sepse fëmijët të gjithë politikanëve në fakt janë në atë ambient, kështu që nëse të paktën nuk e mendojnë pjesën tjetër të popullit, duhet ta mendojnë sigurisht edhe të ardhmen e fëmijëve të vet. Çdo prind mendon për sigurinë e jetës. Sigurinë nëpër rrugë. Duhet të ketë rregull. Arsimi, ndotja, problemet e drogës që gjenden kudo, pasiguria nëpër shkolla. Tani kur e ke fëmin vet dhe mendon që nesër do shkoj dhe djali im atje, unë duke i ditur dhe se si është situata sot, të merrohet. Dhe ndjej frikë dhe prandaj çdo moment që kam, çdo hapësirë publike që kam një formë apo një tjetër, siç po bëj edhe këtu tani, pavarësisht se për çfarë është emisioni, po duhet ta thuash një fjalë që këtu duhet bërë një ndryshim. Se nuk është çështje politike, por është çështje jete njerëzore. Shumë e vërtet në fakt. Duke qenë se i afrohemi fundit të emisionit, do doja shumë një mesazh nga ju, jo vetëm si politikan, por edhe si njeri në fakt, si një baba, si një bashkëshort, si një djalë, si njeri në përgjithësi. Një mesazh për të gjithë shoqërinë, jo vetëm në Shqipëri, por për të gjithë shqiptarët. Duhet të gjejmë formën për të bashkëpunuar për interesa kombëtare, siç është integrimi në Bashkimin Evropian dhe për të udhëhequr shqiptarët duhet të jenë udhëheqësit e integrimit në Bashkimin Evropian, në Maqedoni dhe kudo. Sepse është
tradita jonë, është vlera, ne i përkasim atyre parimeve dhe atyre vlerave perëndimore, euroatlantike. Në këtë aspekt mendoj që do duhet, pavarësisht çfarë problemesh mund të kemi ne me njëri tjetrin, të majt, të djathtë, interesi kombëtar duhet prevaloj. Ai që cënon interesin kombëtar nuk mund të quhet shqiptar. Vërtet. Shumë vërtet, dhe në fakt kapacitetin intelektual e kemi, por që duhet më shumë të punojmë dhe ta kemi atë vullnetin për interesat kombëtare. Kapacitetet e shqiptarëve i shikon gjithë bota, janë niveleve më të larta, ne jemi një popull i vogël, por ne kemi Skënderbeun, ne kemi Rugovën, ne kemi pafundësisht lidera të cilët kanë bërë namin në historinë botërore. Kemi dhe s'po i hym tani debateve historike, por ne kemi edhe të tjerë personazhe, personalitete të historisë, të cilat janë prej ardhi shqiptare. Pra në këtë aspekt kapacitetet jo vetëm që nuk na mungojnë, por i kemi të gjitha mundësitë për të ecur përpara. Domethënë, ne si opozici, Partia Demokratike dhe lideri jonë, Sali Berisha, e ka interesin kombëtar si çështje primare dhe e gjithë betejë jonë mbështetet aty. Pra, ne duhet të dimë të ndajmë interesat apo debatet ideologjike, politike, partijake, kur bëhet fjalë për interesin kombëtar. Interesi kombëtar prek çdo njeri. Duhet parë si shikojmë fëmijën tonë që e kemi në shtëpi. Ashtu duhet parë dhe duhet bërë gjithçka bëhet për ta, gjithçka duhet bërë për interesin kombëtar. Shumë e vërtet, në fakt një mesazh edhe shumë i bukur. Zoti Balli, unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese sigurisht me punën tuaj. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit që ndat nga rrugtimi juaj për të gjithë shikuesit mbase të cilët nuk ju kanë njohur shumë edhe për te politikës, sepse sigurisht edhe shqiptarët e Maqedonisë mbase nuk janë shumë të njohur edhe me jetën tuaj private, le të themi, sepse ju ndjekin gjatë gjithë kohës si shohin në debate, kështu që besoj sot ju kam parë në një dimension tjetër, kështu që faleminderit shumë që ndat kohë. Falenderoj unë shumë për mundësinë dhe shpresoj të kemi raste të tjera. Patjetër, dhe do kisha në fakt shumë dëshirë, desha të them edhe pak më herët kur flisnin për bashkëshorten tuaj, do kisha kënaqësi shumë të veçantë, ju kem të dyve për të treguar bashkëshortja juaj anën e saj se si është të jetosh me një politikan. Pa diskutim. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juaj.